Nëse jeni mbi 50 vjeç, ja ushqimet që duhet të hani me patjetër. Do ju prezantojmë një ushqim i cili është aleati i mirë për humbjen e peshës dhe mbi të gjitha i bën mirë trupit tonë, sidomos pasi mbushni moshën 50 vjeç. Bëhet fjala për lakrën turshi, që ka një shije dhe aromë të veçantë. Por cilat janë vetëdijtë e lakrës turshi? Ky ushqim përmirëson tretjen dhe ndihmon në trajtimin e problemeve të tilla si kapslloku ose fryrja e barkut. Gjithashtu lakra turshi forcon sistemin imun dhe ndihmon për të humbur në peshë dhe plotësohet me një dietë të ekuilibruar me ushtrime fizike. Sipas dietologëve, ky ushqim përmban vetëdijë të mira në elementë ushqyes dhe mban larg një sër komplikacionesh. Për shkak të situatave hormonale të femrave, veçanërisht pas të 50-tave, lakra turshi ka efekte të mira pasi është në gjendje të përmirësojë simptomat e menopauzës dhe të rrisë sistemin tuaj imunitar, të dobishme edhe për të përmirësuar nivelin e estrogjenit. Duhet ke ekuilibruar gjithashtu edhe një shëndet më të fortë mbas kësaj moshe.